Fjallën edhe Gjini, po ashtu, Bislimi. Urdhro, 2 minuta për juve. Si parti që merret shumë me individët edhe pengon edhe analiza dhe gazetaria në edhe pak ma heret përgjigjen, për me qenë analist, dush me pasë një background, dush me pasë një shkollim të avancun. Mrena LDK-s ki analist, ki 10 doktor shkencës të fushët caktune dhe të cilët kontribojnë se cili me backgroundin e tyre dhe me angazhimin e tyre. Dhe është total normale, madje këta e kam prej gjelozis, se këtë qatë analist që i kam pas, kanë marru të mënu mishtin lista, dhe ta është, a di qka kanë ka? Ta në list kanë performancën më të mirë të deputetve, edhe emrat më të njohur që i kanë deputetve, i kanë analistat. Dhe risit më të mëdha, me analistës deputetve, i kanë analistat. Gjithë partitë politike. Prandaj, po, është shumë normale. Përveç asaj na, qëre, kushtetuta ka dhe drejten me dhonë mendim politik i se cilit, e për mënyrën se qyshe e jep dhe qka jep. Po nuk është pa tjetër që me dhonë mendim veç pro-opozitar ose pro-qeveritar. Dhe këta me qenë në regull, kur t'janë analistat veç pa tjetër qka të qeveria që ashtu është në regull. Asë një herë nuk kam qenë analist që e kam ofendu asë një parti politike. Madje, kam qenë edhe prej analistave që e kam kritiku edhe LDK-n kur kam mendu që e ka gabim. Prandaj, mi ka hap dyrt dhe një parti demokratike që e lejon mendimin e lirë, e mendon vlerësimin kritik, dhe duhet të ishte vlerë për se cilin subjekt politik, por fatkeqësisht që 51% që përbuzi vlerën e 51% e ka këtë mendësi politike, dhe kjo mendësi politike prap na çon drejt dështimit. Duhet e kemi freskim të mendjes, duhet kemi racionalitet politik që duhet bashkëpunoj se cilit dhe duhet të respektuhet se cili profil. Dhe profilet e tilla e ndërtojnë politiken, se cili duhet bëj 80 vota për të pasur president. Nëse fillojmë me arrogancë dhe me përbuzje, qytetarët na tregojnë se cilit veni me 7 qershor. Faleminderit shumë. Bislimi.